Sapo kemi filluar vjeljet e para të nektarinës hershme dhe prodhimi është kryesisht një pjesë e vogël për tregun e brendshëm dhe pjesa më e madhe shkon për eksport. Atëherë ne kemi një sipërfaqe mbi 2 hektar dhe është në një fermë familjare në cilën ne punojmë gjithë si familje. Kemi varietetet nektarinë të hershme dhe pjeshkë të hershme. Ky prodhimi juaj është bio? Është bio sepse të gjitha spërkatjet dhe trajtimet që ne i bëjmë janë domethënë plera dhe spërkatje që janë të Bashkimit Evropian, pasi ne të gjitha produktet i blejmë jashtë vendit, kryesisht në Greqi, por dhe në Itali, dhe janë të certifikuara për Bashkimin Evropian. Në së fundmi, dje ne bëmë dhe analizat e nektarinës të kësaj prodhimi që jemi duke vjelë sot, pasi tregtari që donte të eksportonte, donte të kryente edhe analizat, kryem dhe analizat tek laboratori në Tiranë, dolën shumë mirë dhe mbas marrjes përgjithësisë së analizave, tregtari na dha një porosi për të bërë për eksport. Përveç se ju keni kaq hektar të mbjellura, a e ndjeni mungesën e krahut punës? Po është e vërtetë, siç edhe më parë, këtu është puna familjare, pasi punonësit tashme janë larguar, por dhe nuk ka, pasi shumica e tyre në fshatin Barbullinj kanë të mbjella pjeshk në tokat e tyre dhe secili punon tek tokat e tyre. A jeni pjesë e subvencionimeve të shtetit? Jo, ne nuk kemi pjesë e subvencionimeve. Çfarë ti shikon këtu është e gjitha investim familjar. Ne i bëjmë nëpërmjet kësaj interviste i bëjmë thirrje edhe institucioneve lokale dhe të qeverisë që të fokusohen tek fermerët. Problemi kryesor i joni është edhe tek rrugët e parcelave, është një problem pasi në dimër ne kemi pothuajse të pamundur të hyjmë tek rrugët e parcelave të kryejmë trajtimet e duhura në kohë. Kjo na ka shkaktuar edhe shumë problematik këtë vit, pasi ishte e pamundur të shkojë tek parcelat. Shpeshherë ju jeni bërë pjesë e ekspozitave dhe panajeve të ndryshme pasi keni marrë dhe çmime. Si ndikon tek ju si fermer kjo? Atëherë ne si fermer, familja Gjata jemi certifikuar si slow food, që do të thotë prodhimi i avashт dhe i sigurt, dhe i certifikuar, dhe kjo ka ndikuar që ne të vazhdojmë punën tonë familjare, po dhe në fermën tonë, që të prodhojmë produkte sa më të mira dhe që të arrijnë standardet e kërkuara, pasi të gjithë mund të mbjellin pjeshk ose nektarinë, dhe kryesisht zona Barbullinjës është një nga zonat më të mira në prodhimin e pjeshkës, dhe kjo i bëj thirrje edhe institucioneve, pasi ky produkt duhet markuar dhe duhet bëhet produkt për në Bashkimin Evropian. Atëherë i bëj thirrje të gjithë fermerëve të zonës Barbullinjës që të bëjmë një produkt sa më cilësor, pasi tokat tona janë shumë produktive dhe janë shumë të begata dhe prodhimet tona kryesojnë në Bashkimin Evropian.